Do mbetemi në ritëm dhe muzikë, do mbetemi në festë natyrisht dhe me të ftuarën e radhës që kemi në një vend të bukur në Malsinë e Madhe, i përshtatet shumë ta ftoj pikërisht ndërsa dëgjojmë këtë këngë. Apo jo, mirë, përshëndesim, është me ne Rita Kala i Shkurtaj, nëse po e them mirë, me dy mbiemrat, regjizore, njëkohësisht udhëheqëse artistike, për një festë të bukur, në fakt që mbahet dhe quhet Festa e Çobanit. Të përshëndesim shumë, Rita, më duket jenë në Bog apo jo, aty afër. Atëherë, përshëndetje, nga Malsia e Madhe, e shumë mirë, po jam afër. Dhe jemi akoma në entuziazmin e festës së Çobanit. Mendoj se ishte një festë që mund të përfaqësonte mbar kombin shqiptar për sa i përket të vlerave kulturore që përsolli dhe gëshëtimit kulturor që pati një impakt të jashtëzakonshëm qoftë tek spektatorët që ishin, por edhe tek si thua tek ata që e përcollën nëpërmjet medjave dhe rrjeteve sociale. Rita, më thuaj pse pikërisht Festa e Çobanit është edicioni i dytë dhe ti je udhëheqëse artistike në 2 edicionet. Besoj se ti e din pse e keni quajtur kështu këtë festë. Atëherë, Festa e Çobanit në të vërtetë është një festë e cila si thua jep një farë mënyre është një indicje për t'i bën jehon edhe fakti që transhumanca hyri në UNESCO dhe që është e vërteta në të formën e malsorëve ose vend si thuash në të Alpeve shqiptare, në të formën e tyre përkthehet çoja e Çobanit, ndërkohë ne për ta organizuar si festë kemi thënë që është Festa e Çobanit. Dhe ishte në pritshmëritë tuaja ajo çfarë ju kishit menduar këtë vit, me që është mbajtur vetëm nuk ka pak ditë 5 ditë më herët, më duket. Atëherë, Festa e Çobanit u organizua me 21 dhe 22 qershor, por ajo që kulmoi ishte data 22 qershor, kur ishte pothuajse piku i asaj që mund të quhet kryefjala, folklori dhe arti burimor baritor që realizua në të gjitha aspektet kulturore me të cilat përfaqësohet ky aspekt kulturor i malsorëve jo vetëm, por edhe njëkohësisht të gjitha atyre që grupeve pjesëmarrëse që erdhën nga të gjitha trojet shqiptare. Përfshi këtu nga Mallakastra, nga Vlora, nga Kosova e kështu me radhë. Domethënë, përveç të vendeve të afërta ku po themi çoja e Çobanit ishte reale për të transmetuar pasi malsorët të cilët shtektojnë në bjesht jashtë sezonit të verës, pjesa më e madhe e tyre janë pothuajse në zonat fushore dhe bregdetare deri në bregun e Matës. Sa doja të thoja, po më dhe një përgjigje kur përmende edhe nga Mallakastra. A mundet në Festën e Çobanit, në një organizim me aktivitet shumë të bukur kulturor-artistik që mbahet në Bog të Malsisë së Madhe, për shembull të marrë pjesë në një lab nga labëria? Atëherë, qëllimi kryesor, sepse duhet të jap një shpjegim të përgjithshëm. Për sa i përket transhumancës, fakti që ka këtë emër ka një arsye të veçantë dhe kjo lidhet me pjesën që transhumanca është një grup, si thua, një dosje e përgatitur nga një grup punojësish ose përfaqësuesish të shteteve të ndryshme të cilët kanë përgatitur këtë dosje sepse rritet baritore janë pothuajse në të gjitha rajonin dhe përpasoj Shqipëria është një nga vendet më blegtorale sepse është i përmendur që nga antikiteti dhe qëllimi i Festës së Çobanit ishte ta bëjmë sa më kombëtare. Pra është një indicje për të realizuar një fakt kaq të rëndësishëm siç është një festë kombëtare të artit burimor, të artit skenik, veshjeve, kostumografisë e gjithçka tjetër që lidhet me këtë trashëgimi kulturore.
Ti vetu veshe me ndonjë kostum popullor ose me xhublet, shqyrë që është në bogë edhe mbat në bogë, se temperaturat e nxehta. Jemi se qërë duke qenë se isha edhe menaxhere dhe udhëheqëse artistike, të imagjinosh të kalosh mbi 230 artista, se tu është ti vësh në lëvizje, ti hypesh dhe zbresësh nga skena, grupe folklorike të cilat duhet t'i gëshetoje, më thonë veri jug, ishte pa mundur që të vishesha sepse edhe temperaturat nuk të lejojnë, por edhe kostumografia ka një sens lëvizje të cilat të pengon të realizosh këtë gjë. Shumë e vërtet. Kush ra në sy nëse mund ta quajmë nga gratë, nga zonjat, nga vajzat me atë xhubletën që u duk manitëse, nëse të lejohet ta thuash një emër, qoftë mund të qenë, nuk e di, një Miss, mund të qenë ndoshta një artiste, mund të qenë një valltare, apo thjesht një e apasionuar pas këtij eventi. Kush ra në sy aty? Atëherë kulmoi Nusja Dovakut, e cila është një vajzë nga Shkreli, Malësisë së Madhe, të cilët më herët kanë ikur dhe banojnë në Ulqin. Por për të thënë një emër se kush ishte më e bukur, kush kulmoi, duke filluar që nga moderatorja, e deri tek vajzat e veshura në xhubleta, të cilat kanë ardhur me grupe folklorike të Besës së Trieshit dhe me grupet artistike të Kelmendit, mendoj se secila prej tyre përfaqëson një mbretëresh të Alpëve shqiptare dhe se tu është të veshgishtin se cila nga mbretëreshat ishte më e paraqitshme, është pamundur ta thuash sepse vetë xhubleta, petku i xhubletës është një pek mbretëror dhe kushdo që vesh dikton atë fisnikërinë që ta jep xhubleta kur e ke veshur. Por a kemi ndonjë informacion se cila prej tyre kishte veshur xhubletën më të vjetër, ndoshta të punuar, flasim nga historiku? Për sa i përket xhubletave, do t'jap vetëm një përshkrim detaje për sa i përket tipologjisë së xhubletave dhe vjetërsisë së tyre. Xhubletat që janë shumë të vjetra, ato është pamundur të veshen për sa i përket të faktit se ato shkunden dhe nuk të krijojë një mundësi veshje, por xhubletat në përgjithësi nuk ka një xhublet që nuk është mbi 150 vjeçare. Dhe përveç kësaj ajo që bani dallimin mes të tjerave është xhubleta e shllakut ose xhubleta e Dukaxhinit, të cilën e veshi ditën e parë moderatorja. Pjesa tjetër të gjitha ishin xhubleta të tipologjisë Malësisë së Madhe, pra xhubletës së gjerë të Malësisë së Madhe, të cilat pastaj tek pjesa e stilizimit dhe paraqitjes së jashtme është në gustën e vajzave ose të bartësve të xhubletës, të cilat i kanë punuar në mënyrë që sa herë që dalin në logë të kenë një identitet ose të personifikohen si zonja ose si gra televize malësore, të cilat kanë një aftësi pune të jashtëzakonshme që të arrijnë të bëjnë dallimin e xhubletës ndër të tjera. Ka pasur më duke edhe një ekspozit interesante. Mund ta tregosh paksa për këtë ekspozit, ku të ka qenë ideja, çfarë u ekspozuan në festën e Çobanit? Ka pasur edhe një dasëm interesante të imagjinuar, nëse mund ta quajmë kështu. Përveç kostumografisë, të cilat ishin të veshura të gjitha nga vajzat, djemt, burrat, ne kemi patur edhe të banin muze në të cilin planifikuam të nxjerrim nusën, pra nusën e Çobanit, sepse vitin e kaluar realizuam dasmën e Çobanit, të radhë realizuam çojen ose si thosh tektimin e dasmorëve, që nga marrja e nusës tek shtëpia e babës së nusës, e deri sa, domethënë, të interpretonim këtë pjesën që është tektimi i dasmorëve. Dhe tek Çobani, tek të bani muze, mund të themi disa detaje. Çdo gjë që karvani në kupton, domethënë, ato shtasët, domethënë, kuajt dhe mushit që i ngarkonin me mjetet e nevojshme për të çuar në dëban ose në stane, të gjitha ato pothuajse ishin të ekspozuara
tek Dbani Muze, nga i cili doli edhe nusja. Ndër të tjera kishin vendosur edhe disa foto të vjetra që identifikonin po këtë ritual që i takon çojës së çobanit. Ky dasëm nuk ndodhi në të vërtet, nuk ishte dasëm e vërtet, thjesht ishte për skenografi, dasëm imagjinare, pse nuk e mendoj vajzat që të martohet me të vërtet, apo ishte protagonistja aktore e martuar ndoshta? Të jemi sinqert, disa herë kemi diskutuar me të rinjve të reja që ishin prezent, të cilët një pjesë e tyre janë edhe të fijuar dhe ishin prezent të dy si çift. Të them të drejtën, do të ishte një gjë mallështore për sa i përket kësaj, por vetëm janë në ritualet e dasmës së malësisë së madhe, jo vetëm, ne kemi disa tradita të cilat ne si shkelim dot, dhe një nga ato traditat janë për shembull prania e të afërmëve të djalit, të cilët kryen disa rituale që lidhen me dasmën e malësisë. E mirë do ishte se ca nuk e improvizojmë dot. Ca shpenzime do të hiqeshin edhe kishin bërë edhe për aktrim, por do të ishte një kujtim i jashtëzakonshëm për sa i përket edhe për ta, por edhe për familjarët, nikosisht, edhe do të kthehej në një traditë, pse jo, një indicie për të patur një traditë të re për sa i përket organizimit të dasmave. Aktori i njohur dhe shkrimtari pikërisht ishte aty i ftuar nga Kosova, Çun Lajçi së bashku me bashortën. Kishte ndonjë të ftuar nga boga e Kosovës, megjithëse nuk mund ta ndajmë shumë ato malësi aty dhe komplet shqiptare, por kishte ftuar nga Kosova për shkak të tjerë, keni pasur ftesa për të tjerë? Me të vërtetë ka pasur shumë ftesa, ka pasur shumë pjesëmarrës, të cilët të them të drejtën tashmë me emra si them dot, por ajo që më ra në sy ishte edhe ajo afrimiteti që ka mes malësorëve që janë në zonat periferike të malësisë së madhe, të cilët dashte pa dash duhet të themi janë rrënjët ato që na diktojnë për afrimitetin e gjakut dhe fisit me njëri tjetrin. Për shembull, përfaqësuesi ata që kishin ardhur nga boga, shohin një ngjashmëri të jashtëzakonshme, qoftë edhe në organizimin e festave, qoftë edhe në ato ritualet e dasmës, ose në çdo gjë që paraqitte arti burimor ose edhe baritor, në konkretisht siç ishte çoja e çobanit. Përveç kësaj, përveç përfaqësuesve të bogës, por edhe ata që erdhën nga larg në zonat veri lindore, ose ata që kishin ardhur nga jashtë, që duhet të theksoj edhe diçka tjetër që lidhet me një fakt të jashtëzakonshëm, një grup të rinjshave të rejash, kishin ardhur me familjet e tyre në siglën I Love You Boga, është një grup autokton, ose si thosht bit dhe bijat e bogës, të cilët kanë arritur të krijojnë një grup dhe vit të mbështesin agroturizmin Kulla dhe Buni i Bajraktarit, dhe konkretisht Gzim Hola, i cili për ta dyert i ka gjithmonë të hapura, dhe gjatë gjithë vitit ata organizojnë shumë festa, datëlinje, organizime familjare, të cilat një familje i kanë mbledhur dhe i kanë lidhur shumë me njëri tjetrin, aq sa për shembull më ra në sy një grup që erdhi nga Anglia, ishin miq të Gzimit dhe me origjinë nga Mirdita, shumica, kishin veshur veshjet mirditore dhe ishte një surprizë, Sa më gëzove. Si qershia mbi tort. Sa më gëzove këtu, sepse unë vetëm me origjinë jam mirditore dhe mburrëm. Doja të thoja diçka, më pëlqej ky grupi të rive, këta të ri ishin shqiptarë që jetojnë në emigrim, jetojnë jashtë, në diaspora, apo jetojnë në malësi? Ata të gjithë që kanë ardhur në këtë sigël, të gjithë jetojnë jashtë, në Angli, në Itali, në zona të tjera të Evropës, dhe ç'është e vërtetë, ata si një trup i vetëm bashkohen, realizojnë aktivitete të tilla të përbashkëta, dhe të bie në sy se në një farë mënyrë kur ti organizon diçka, gjëja më e madhe ose nevoja më e madhe që ke për dikën është mbështetja. Dhe prezenca e bën shumë më të, si thuash, më të rim për të realizuar diçka që lidhet me mërqënjen e vendit, me ngritjen ekonomike, me qasjen kulturore e kështu me radhë. Dhe falë kësaj feste,
mund të themi me plot gojë që Boga tashmë është kthyer në identitet kulturor dhe në një pikë shumë të rëndësishme turistike për gjithë dashamirësit e artit, të kulturës, të natyrës, të turizmit kulturor, të turizmit natyror e jo vetëm, si dhe të gastronomisë së pasur që në të vërtetë ata e kanë ruajtur shumë mirë. Pjesa më e madhe e atyre gatimeve që mund të gjesh tek Kulla dhe Buni Bajraktarit janë gatime dhe produkte të sofrës së çobanit dhe të gjitha janë të vendit, të prodhuar aty. Pra jo të importuara, jo të blera dikun, përveç pijeve që janë pije që përgatiten për fabrika kështu më radhë. Çfarë nuk mungon në sofrën e çobanit? Djathi nuk mungon, tjetër çfarë nuk mungon aty? Atëherë, duke filluar nga kaçimaku që italianët kanë një buka të varfërve, e cila shitet kryesisht për Krishtlindje. Dhe ç'është e vërteta, kaçimaku ka dhe ajo është një pasuri më vete për sa i përket gastronomisë shqiptare, sepse kaçimaku kryesisht përdorej për ata që shtektonin. Është një gatim specifik që të mban të ngopur për një kohë shumë të gjatë dhe me materiale që përgatitet me krejt pak gjëra, por që të i krijon atë të mban të ngopur për një kohë të gjatë. Për shembull, ne kena një organizimet familjare, duke qenë se kanë organizime të mbyllura kulturore, kishin detyrimin të ndërtonin edhe shtëpitë dhe aso kohë nuk mund të blej asgjë, kështu që gëlqeren e dishnin në mal. Po ta imagjinosh në mal dilnin vetëm burra dhe ky ishte një nga gatimet që ata i mbante për një kohë të gjatë të ngopur dhe nuk kishin nevojë për gatime specifike të tjera, pasi kjo përgatitej me patate, me miell misri, si dhe me mish ose me bylmet tjetër që mund të jetë djathi e kështu me radhë, pra ose me lyn ose me djath ose me lang mishi e kështu me radhë. Dhe ky është një gatim që mund të them është kryefjalë, pra përveç faktit që duke qenë se në shijet tona vjen mishi ose ferliku, ky është një gatim që meriton një vëmendje edhe nga ana shkencore për sa i përket asaj tradite shumë të lashtë të gatimit të këtij produkti që në të vërtetë është një nga produktet që identifikon vetëm malsorët. Do me thënë, nëse ne do të jemi në festën e çobanit ose do të jemi në këto ditë nxehta këtu në shesh me shku në bog, më kënaq atje, duhet patjetër të provojmë këtë që sapo thatë, apo jo që për momentin s'më kujtohet emri. Por, do të thënë nëse nuk kemi provuar, edhe një më thuaj emrin si ishte? Kaçimak. Pra nëse nuk kemi provuar kaçimakun, nuk kemi provuar asgjë nga ushqimet tradicionale në Malsi, në Bog. Në fakt, unë thash për këtë, sepse ky është një gatim specifik i lashtë. Ne kemi mazën e zime, kemi mazën e çaprës, ferliku që thash është kryefjala për gjithë mishmërësit. Patjetër, e mishin e kemi me bollak. Kena specialitete shumë të shumta, domethënë për sa i përket atyre vlerave kulturore. Për shembull, mund të marr mishavina që mund ta shpjegoj. Mishavina është një produkt i cili është specifik për çobat, sikurse edhe maza e çaprës, sepse maza e çaprës për shembull mund të mlidhej, e gjithë produkti mazës mlidhej dhe përgatitej një, si thua, lëkura e një keci, lahej, pastrohej dhe përgatitej, mbyllej hermetikisht, përgatitej dhe hillej ditë për ditë hillej kjo mazë dhe kjo hapej vetëm në kohën kur fillonin ngricat, sepse kjo ishte koha më mirë, duhet të fermentohej. Kërkonte shumë pak kryp dhe kjo lidhet edhe me diçka tjetër, me traditën e jashtëzakonshme të mbijetesës malsorëve jo vetëm, të cilët në pamundësi për të patur kryp me shumicë, ata vazhdimisht kanë shpikur
mundësi për të ruajtur mbërmetin e tyre që ta kemi për sezonin e dimrit. Po kështu edhe Mishavina, njëjtë praktik. Rita, mos na i shpjego të gjitha sepse kemi edhe uri tani, edhe duhet të vim patjetër atje. Kam një pyetje ku folëm për turistët. A ishte ndonjë i huaj, qoftë me këtë grupin I Love Boga, a ishte ndonjë i huaj që mori pjesë në festën e çobanit? Përveç të kishte të huaj, të cilët u futën në vadhe dhe po mbanin ato ritët ose si thuash ato mënyrën e të vallëzumit, ato këngët që ishin ritmike, ka pasur për tyre dhe që janë veshur me veshje kombëtare. Edhe muzikantët pati një impakt të jashtëzakonshëm. Unë duhet të theksoj edhe një grup që erdhi nga Kosova, nga Kaçaniku, nëse s'gaboj, të cilët ishin grup që kryesisht merren me alpinizëm, të gjithë me mosha të ndryshme, dhe ata kanë marrë një spektakël me vete, sepse diku rreth orës 20-21 diçka kena mbyll pjesën skenike dhe kemi ndezur zjarret. Ata me kitarë dhe me ato dashurinë e madhe për Alpët shqiptare, filluan të këndojnë me kitarë, filluan të bëjnë atë gërshëtimin kulturor që në një farë mënyrë edhe zanat e patën zilia të organizim. Edhe zjarret më pas e keni fikur, besoj, ti ke qenë e fundit që e ke patë shkëndimin e fundit që u fik, sepse... Faktikisht për efekt të gjithë shkajet, më thonë që mos me pas incidente, mos me pas probleme, qoftë edhe me ligjin, se tashmë duhet të jemi të kujdesshëm deri në detaje, këto ishin do më thanë në formë votrash, ku i kishim rrethuar me gur, në mënyrë që edhe nëse nuk i fikim, ato shuheshin ngadalë. Po dhe nuk e kalojnë kufirin. Shumë bukur, kam dy pyetjet e fundit, jemi në fund të kësaj bisede. Më thuaj artistët e kallën, më duket të pash disa artistë, Vida Kunora, më duket ishte, apo jo? Artistja njohur e Malësisë. Si që thashë edhe më herët, ishte një organizim i jashtëzakonshëm që mund të matet deri edhe me shtetin. Dhe për ato që ka kemi pa me sy të lirë, mund të them se Festivali Gjirokastrës është një organizim i jashtëzakonshëm ndërkombëtar, por mund të matet me të. Të gjithë artistët që kanë marrë pjesë, nuk ka patur asnjë artist që, si thuash, nuk ka një art më vete që mund ta ngrejë për me vunë në skenë të jetë në nivel me artistat e mëdhej si Nikolnik Prelaj, Vida Kunora, Zef Bega, ishin Viki Lulgjuraj, Camaj, ishte Jasmin Mikaj, kryefjal ishte Irma Libohova, ka patur shumë artist, deri aty sa shumë artist të tjerë kanë ardhur me dedikime që kishin përgatitur këngë për festën e çobanit, dedikuar kullës së Bayraktarit, organizimit kulturor, me përshtet malet, Alpet, e kështu me radhë. Ka qenë organizim i jashtëzakonshëm. E në fakt tek artistët unë pash thash çfarë është kjo festa e çobanit, më pas kontaktova me juve, tek Irma, tek Nikola, tek Vida, e shumë të tjerë. Dhe pyetja e fundit, keni menduar që festa e çobanit 3 ta bëni tek Boga jon këtej, apo s'keni menduar? Ta kaloni vetëm pak kufirin, lejohet. Të them të drejtën, e din që ne një indicje kemi bë, sepse ne patëm një përfaqësues dhe diskutuam shumë. Është një mundësi e art, por në të vërtet ne kena një praktik që këtë festën e çobanit, jo thjesht për të krijuar një festë tradicionale, sepse ndoshta mund të gjenim një kohë më herët ose më vonë, por kjo lidhet me të vërtet me çojin e bjeshkatarëve. Pra është fiks për julla, kur bjeshkatarët mbledhin bagtin që tashmë janë me pakic, nuk mund të themi që janë bagti të një familje, përderisa mund të mbledhen rreth 1000 krem dele ose dhi e kështu me radhë, dhe të gjithë në të vërtet janë një çoje reale që bëjnë bjeshkatarët për të nxjerrë në bjeshk bagtit e tyre. Mirë, dhe mos ndaloni, vazhdoni me tjera aktivitete shumë interesante, natyrisht që është dhe festa e çobanit në edicionin e 3. Faleminderit shumë për lidhjen natyrisht dhe shqyr kishte shumë mirë internet. Faleminderit shumë edhe për çdo mesazh që dhe mësuam ca gjëra të mira, sidomos ato të gatimit në festën e çobanit. Nëse më lejon edhe diçka tjetër, nëse më lejon. Të fundit, nuk kemi shumë kohë. Përshëndetje
Ju përshëndes juve, të gjithë teleshikuesit e televizionit tuaj, por njëkohësisht dua edhe të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit që nga artistat e deri tek organizatorët, e në veçanti Agroturizmin Kulla dhe Buni Bajraktarit me president Gëzim Olaj për besimin dhe të gjithë atë mbështetje për të realizuar në mënyrë më perfekte gjithçka që u pa dhe u transmetua nëpër media. Edhe një faleminderit, të falenderoj ty për gjitha këto informacione dhe dëgjofshim gjithmonë aktivitete shumë të mira në Bog, në Malsinë e Madhe e të tjera. Dhe miq të dashur, kthehemi te kamera tjetër. Mbyllim këtë bisedë dhe besoj do të jetë një mbyllje shumë interesante. I përshtatet shumë edhe kënga. Është më e reja nga Fatmia Breqani dhe Erken Syika, është e bukura dhe duhet ta shijojmë gjithmonë të bukurën, qoftë në natyrë, qoftë në det, gjithandej kur i referohet frymës dhe erës shqiptare edhe në gatime. Do të takohemi në pjesën tjetër, vazhdojnë të qëndroni me ne.